Deri në fund të qershorit do të ketë akt gjykim për rastin në të cilin akuzohet kryetari i Strugës Ramis Merko për blerjen e kontestuar të automjetit luksos Audi A6 me vlerë prej 67.000 euro dhe 3 vetura të tjera me vlerë totale prej 114.000 euro. Në kohën kur komuna e Strugës kishte llogari bankare të bllokuara, njoftoi sot gjykatësi Jordan Jovanov. Gjykimi vazhdoi sot në gjykatën themelore në Strug me dëshmitë e dëshmitarëve, ndër të cilët dhe Erhana Bauta, mbesa e Ramis Merko, se punësuar në komunën e Strugës, e cila në kohën e blerjes së automjeteve ka qenë nënkryetare e komisionit për prokurim publik në komunë. Ajo tha se duke qenë se komuna ka mbetur pa vetura, është bërë prokurim publik i veturave të reja, për të cilin është marrë vendim dhe nga Këshilli i Komunës së Strugës dhe se e gjithë procedura ka qenë transparente dhe konform ligjit. Gjykatësi Jovanov tha se provat e paraqitura deri më tani janë të mjaftueshme dhe se propozimet e mbetura do të refuzohen. Ndaj Merkos aktualisht janë 9 lëndë gjyqësore aktive dhe i është marrë dokumenti udhëtimit si mas kujdesi për shkak të rrezikut të arratisjes.